Nderuar miq, do të flasim për operacionin e fundit në Durrës, por edhe zhvillimet e fundit nga krimit zgjedhore me ish prokurorin avokatin Ervin Karranxha. Zoti Karranxha, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje, faleminderit dhe ju. Do ta nisim me atë që erdhi nga antimafia me dosjen Andej. Kishim pasur oktapodin këtu në Durrës edhe nuk e dinim. Siç unë kam thënë dhe një intervistë, nuk ka, por ideja është e tillë. Neve shqiptarët në 91-shin kemi dalë nga diktatura dhe për hir të vërtetës ne nuk e dinim çfarë ishte mafia, çfarë ishte droga. Jo se po shfaqsojmë veten, po kanë qenë fenomene që janë fakte. Këto janë fakte. Ne nuk e kemi ditur çfarë është droga. Shifshim filmin Oktapodi, po të kesh parasysh filmin Oktapodi, po të keni parasysh. Prandaj e bëra edhe krahasimin me që erdhi nga Andej. Edhe kur shifshim ato me shumë parat, me shumë zero na duket si çudi, si ka mundsi ndodh dhe thjesht është thjesht film. Tash që po shohim këtu në Shqipëri dhe na duket diçka na erdhi, e kishim Oktapodin në Itali dhe na erdhi në Shqipëri. Pra diçka e importuar nga jashtë. Pra ne shqiptarët se kemi pasur këto për hir të vërtetës, edhe shumë gjëra tjera. Domethënë, pavarësisht se ka qenë sistemi komunist, disa fenomene nuk i kemi njohur, nuk i kemi njohur dhe tash po janë për të parë. Tani lidhe me çështjen penale, mund të thoja sepse kemi një procedim penal të regjistruar në Itali dhe çështje penale të regjistruar në Shqipëri. Dhe kemi bashkëpunim midis organeve shqiptare, ligjvatuese shqiptare dhe organeve italiane. Organet italiane kanë qenë në vitin 2020 dhe më parë që merren me ndjekjen e grupeve në fushën e trafikimit të lëndëve narkotike. Kemi dhe një regjistrim të procedimit penal nga Spaku dhe kemi bashkëprendim të punës. Tani kemi një dalje për shtyp të Spakut, në një konferencë për shtyp, dhe thotë që kemi bashkëpunim me ndërkombëtarët, janë bërë 52 urdhra arresti shqiptar dhe italian, dhe kjo është në kuadër të bashkëpunimit. Pra deri këtu kemi sekuestruar disa pasuri të luajshme dhe pa luajshme. Pasuritë luajshme janë para, sende me vlerë të tjera, pasuritë pa luajshme janë një apartament, një pikë repetitori, se s'mund të themi televizion, që ka qenë Vlorë, është transmetues, për shumë është kabllor, sepse televizioni jeni gazetar, keni parasysh duhet të ketë studio, duhet të ketë vende të posaçme për bërjen e detyrave të përditshme të televizionit. Por duhet kemi parasysh edhe diçka tjetër, sepse është, domethënë jemi në fazën e parë. Duhet kemi parasysh dhe rrugën e lirive dhe drejtave të njeriut dhe garantimin e tyre. Garantimin e prezumimit pafajësisë, garantimin e mosdënimit dy herë për një të vepër në bis in idem, se duke pas parasysh që kemi vepër penale dhe në Itali dhe në Shqipëri, janë këto terma latin që të mos cënohen gjatë këtij procesi. Edhe provat, sepse jemi në fazat e para, se masë e sigurimit kërkon një dyshim të arsyeshëm dhe të bazuar në prova, nuk jemi në përfundim të hetimit që do kemi të dhëna të plota për çdo të panderur. Çfarë provash ka? Neve, domethënë çdo i panderur duhet të ketë prova për akuzën për cilën ka të çdo dyshimi të arsyeshëm. Pra kjo është shumë e rëndësishme. Pavarësisht se provat kanë ardhur nga shteti i fqinj, duhet vlerësuar, por këto prova duhet të vlerësohen sipas kodit të procedurës penale të Republikës së Shqipërisë. Dhe duhet marrë në formën e kërkuar nga ligji. Kjo është pak a shumë gjithë. Zoti Karranxha, nga nisur nga akuzat publike politike, por jo vetëm, edhe nga shkrimet e shumta në media të kolegëve, gazetarëve, analistëve, a mendoni që Spaku e kishte prej 3 muajsh peshku në tavë edhe i iku? Tani, unë dua t'ju pyes, e kam fjalën për persona që nuk u kapën. Unë dua t'ju pyes më konkretisht duke qenë se ju e njihni procedurën. Në momentin që jepet një masë sigurie, edhe nëse vjen nga jashtë, sa veta janë në dieni për këtë? Tani është momenti i caktimit masës. Ky moment në kodin e procedurës penale nuk ka një afat se kur do ta caktoj masën prokurori apo jo. Do ta caktoj para zgjedhjeve apo pas zgjedhjeve. Kemi nenin 244 të kodit procedurës penale, i cili përcakton momentin e caktimit masës. Në atë moment e ka caktuar prokurori, ka menduar që duhet caktuar masën, në atë moment është caktuar. Sepse kemi dhe koordinim punës me autoritetet italiane. Mos harrojmë që personat për të cilët është caktuar masa, një pjesë janë edhe në kërkim. Pra ata kanë qenë në kërkim, se u shpahen kërkim nga këto masë. Pra momenti i caktimit masës, sipas kodit procedurës penale, nuk ka as edhe një lloj
Udhëtimi i shkelje procedurale, sepse janë 52 emra, duhet verifikohen këta persona kush janë e kush nuk janë, sepse na ka rezultuar më përpara nxitimi i tepërt, kanë arrestuar dhe persona të vdekur, apo jo, kanë marrë masa sigurimi, personat kanë shkuar shija, kanë qenë në varrezat e shijakut. Pra, duhen bërë dhe disa verifikime. Domethënë, pra, këtu jemi në procedurë normale. Në rast se provohet e kundërta, pra që unë nuk mendoj që të ketë në marrëveshje politike të spagut me në një apo subjekt tjetër politik për momentin dhe kohën e goditjes së këtij grupi. Por thash edhe grupit që janë akuza shumë të rënda dhe kërkojnë prova, sepse është vepër penale ndërkombëtare, pra çdo i panderur ka drejtën e procesit rregullt ligjor. Duhet përveç provave, domethënë duhet prova me dëshmitar, duhet vendodhja pra ta akuzosh tjetrin për trafik, ku ke qenë, që ke trafikuar, çfarë roli ke pasur në këtë grup strukturuar kriminal, ku i ke marrë parat, çka ke përfituar. Pra nuk është kaq e thjeshtë. Pra ne jemi në fazë domethënë jemi në mes të procedimit në Shqipëri dhe çdo i panderur ka drejt për një proces rregullt ligjor dhe për fajësinë me provat sipas kodit procedurës penale. Pra duhen provat te çdo dyshimi të arsyeshëm. Jo vetëm me Sky ECC, jo vetëm me pentite, por të kenë dhe rrethana tjera, mënyra jetesës së personit, sepse kemi një procedim me 52 panderë dhe normal që duhen kryer sa më shumë veprime hetimore lidhe me fajësinë. Për pranimin e për verifikimin e fajësisë. Te kjo dosje, mendoni që punën më të madhe e bën autoritetet italiane apo edhe i penduari Nurettin Dumani me dëshmit nga Shqipëria? Tani nga informacionet që kemi marrë nga mediat, rezulton që janë dhe 2 të penduar ose 3 në Itali. Pra kemi një gardë penduar ku shflet më shumë, kuptimin e mirë, domethënë kuptimin që ata janë penduar, grupi ka pasur në radhët e tyre persona të cilët i kanë shitur thojza, pra kanë dhënë dhëna sepse janë disa dhëna teknike që i dinë vetë bashkëpunëtorët e veprës penale. Domethënë, kështu që kemi një farë brendshme dhe ata kanë pasur pentitet e brendshme, ke në Itali, ke në Shqipëri, ke Sky ECC, por duhet presim, thash edhe një herë, te çdo dyshimi të arsyeshëm. Të jemi korrekt me ligjin procedurial dhe thënit e të penduarit duhet të verifikohen, se në rast se ato nuk verifikohen në provat e tjera, kemi një dyshim, por jo te çdo dyshimi të arsyeshëm. Pra duhet lidhur dhe me një provë materiale, provë shkresore, pasuri të lujshme se të palushme, pra duhet kemi një hetim dinamik i cili kërkon shumë punë. Pra, këto jemi këtë fazë që është vendosur caktimi i masës, por provimi i fajësisë për çdo panderë mendoj që ka vështirësi. Dhe pjesën më të madhe e ka nisë Italia, se kemi thënë, autoritetet italiane kanë nisur hetimin penal. Janë ata që e kanë nisur dhe e kanë dërguar dhëna. Dhe prokuria shqiptare SPAU ka bërë veprimet e veta. Po kemi një zinxhir, pra edhe Shqipëria ka punuar dhe Italia ka punuar. Kemi dhe herë e parë që edhe lidhe me policinë e shtetit nuk ka pas rrjedhje informacione dhe këtë e thonë prokurorët italianë. Domethënë, jo se e thonë ata dhe e ka thënë Zoti, por të gjithë personat e përfshirë thotë që policia e shtetit ka qenë në lartësinë e duhur. Ka zbatuar masat, s'ka pasur asnjë incident, asnjë rrjedhje informacione. Një pjesë e personave që kanë qenë kërkim, ata në kërkim kanë qenë. Domethënë edhe për veprat, ata ruheshin se u rujtën nga ky operacion. Zoti Karazha, gjykimin tuaj, kjo dosje, italianët e sollën gati nga ande, po mundet që brenda saj mund të zbardhen edhe krime të tjera në Shqipëri që janë pa autor, ngjarje të mëdha të bujshme, pra nga kryqëzimi i dhënave, nga komunikimet apo edhe dëshmit të penduarit. Tani, si thamë, neve duhet të jemi shumë të kujdesshëm. Thënet e të penduarit, qoftë në Itali, qoftë Shqipëri, duhet të lidhen me prova tjera. Pra nëse një vepër penale, qoftë dhe vepër penale e rënd krime ndaj personit, duhet lidhet me prova tjera. Pra të lidhet në mënyrë, pra të kemi një zinxhir që të jenë indicie të lidhura me njëra tjetrën, që të jenë të lidhura aq fort sa të provojmë fajësinë e të panderit te çdo dyshimi të arsyeshëm. Pra domethënë neve shërben si indicie, si e dhënë për me verifikuar edhe vepra tjera. Mendoj që për momentin dhënat që na janë dhënë nga mediat që kemi marrë media, bëhet fjalë për momentin vetëm për trafikimin e lëndëve narkotike. Nuk ka dalë ndonjë vepër tjetër. Megjithatë, hetimi mund të jetë ndarë çështja, mund të hetohet në mënyrë të pavarur. Pra mediave nga ana e organeve kompetente është dhënë njoftimi që bëhet fjalë për lëndët narkotike. Pra, lëndët narkotike që shkojnë nga Ekuadori në Evropë ose nga Azia juglindore në drejtim të heroina dhe kokaina që vjen nga Ekuadori shkojnë në perëndim dhe parat vinë në Shqipëri. Kjo është. Kemi një rrugë
të sjelljes parave në Shqipëri. Pra, pijet, domethënë, lënda konsumohet në Evropë dhe çohet në Evropë dhe të ardhurat vinë në Shqipëri. Kjo është rasti konkret. Pra, domethënë, kaq kemi provuar tani. A shikoni në lidhje me reagimin e ambasadës amerikane për linjën e komunikimit të DEA-s pas këtij operacioni? Ka një mosbesim të autoritetet shqiptare, ka një ulje të pranisë pak, tërheqja apo është statishte, apo si qëndron e vërteta edhe të një dosje e thjesht, sa ndikim kanë amerikanët, edhe të një dosje, në qoftë nuk është në këtë rast, në një rast tjetër, si është prezenca e tyre? Pra, kanë fuqi. Tani, DEA amerikane ka një dek në Evropën juglindore, ka një qendër, dhe normal, kur ka trafik narkotikësh dhe ata, marrin dhënat, çfarë lidhje mund të ketë me Amerikën e tjerë, sepse kemi të bëjmë me një krim internacional. DEA, mënyrat e komunikimit, sepse të kemi parasysh, neve themi t'i marrin dhënat nga Pentito, kemi një Pentito i penduar, i ka shit shokët e vet, i jep gjitha çka ka bëu me shokët. Por nga ana tjetër, ata kanë edhe mekanizme të tjerë. Kush është mekanizmi tjetër? Mekanizmi tjetër dhe të marrin dhënave nga qytetarët. Pra, me një faqe ku janë investuar para që të bëjnë verifikime. Dhe ju e dini se shqiptarët janë zakonisht në vendet e botës paguhet për të dhënë informacion, kurse këtu t'japin para kur domethënë është kundërta e shigjetës, domethënë ke edhe spihuna pa parë, si thosh. Kjo është konstatuar dhe gjatë luftës së dytë botërore dhe ka ngel dhe meme si histori. Dhe kjo domethënë duke qenë se ka fatur se kjo faqe e DEA-s ka qenë edhe më përpara. Kupton? Si duhet kanë pasur dhëna dhe edhe nga publiku, por jo këtu, por në çdo vend botë ata japin dhëna, dhe çdo dhënë e filtrojnë, për shembull lidhet me pasuritë e dyshuara, sepse jo vetëm dhënat merren, domethënë edhe nga institucionet shtetërore, po merren edhe nga private ndryshëm. Madje mund ndodh që edhe nga privatit merren dhëna shumë herë më të sakta se sa nga institucionet shtetërore, sepse është një komshi me trafikantin, di se ku ka parat, ku i ka fshehur. Ose grupet që funksionojnë njëri tjetrin. Qytetarët është e rëndësishme, mendoj. Edhe marrët, kjo është një procedurë normale e DEA-s që merr dhënat dhe nga qytetarët. Edhe në Shqipëri do ishte normale. Kur ke një krim, kur një diçka, policia lë numrin e kontaktit, lë qoftë edhe shpërblim, dhe thotë qytetarët kontaktojnë që të marrin një dhënë. Se ke edhe qytetar, domethënë se duhet krijohet besimi i organet e drejtësisë. Se kur tjetri ka besim që autori i veprës penale do dënohet, ai ka besimin që të raportojë një krim, pra që të raportojë. Në Amerikë kjo funksionon normal. Pra edhe kapja e fundit, po të keni parasysh që ndodhi një vrasje në New York, nuk u zbulua nga kamerat. U zbulua nga personi që kishte dhënë foto tek një fast food 200 km larg vendit ngjarjes. Pra ishte ai që raportoi që ky person ka ardhur dhe u gjet, je parasysh që u vra një drejtues i një sigurie shëndetësor të sigurimit mjekësor. Pra ai u kap 200 km dhe ishte dëshmia e drejtuesit të fast foodit, pronarit fast foodit, që tha ky person që ka dalë me foto këtu dyshoj se ashtu se ka këtë veshje. Pra pavarësisht kamerave, policia nuk e kapi dot, ai ishte personi qytetari që e dokumentoi, si thua, veprën. Zoti Karança, për të kaluar te krimi zgjedhor, ju keni pritshmëri nga SPAK-u që mundet ketë goditje, se kemi parë shumë aksione, zbarkoj këtu, zbarkoj atje, sekuestroj telefona, dokumenta, por diçka konkrete për krimin zgjedhor ende s'kemi parë. Ju keni pritshmëri apo nga ajo që pyetjen e kuptova drejt, dhe po ju them që SPAK-u ka rreth mbi 30 procedime penale të regjistruara për vepra penale në krimin zgjedhor, që lidhen kryesisht me vepra penale që janë në seksionin e fundit të kodit penal të krimeve në lidhje me personat e zgjedhur dhe ata që zgjedhin. Mendoj që do ketë zhvillime, sepse janë sekuestruar, janë bërë disa kontrole, pra SPAK-u ka bërë procedurën normale, sipas kodit procedurës penale, mjetet e kërkimit provës janë kod procedurë dhe ka proceduar me kontrole, me sekuestrime, me veprime në terren. Dhe jemi në pritje që të kemi frut. Domethënë, nuk kemi pa një rast të arrestimit flagrant, domethënë s'kemi pas raste sepse kanë qenë kryesisht rrethave gjyqësore që kanë bërë, janë vepra që lidhen
aty për aty, sepse dhe shitja blera e votës të tojza se veprat penale janë vepra në kohë dhe në hapësirë. Pra, nuk është se fillon ditën e votimit, që të presim para votimit. Mund ndodh, mbrapa dhe është ndjekë. Ne jemi në pritje të mendoj që do ketë, duke pas parasysh dinamikën e veprimeve të bërë, do ketë arreste. Mendoj. Edhe diçka të fundit kam, duke qenë se ju e njihni mjaft mirë lobimin në Shtetet e Bashkuara, jeni marrë tek dosja Basha kanë fjalën. Unë dua të di tek rasti Berisha, kemi kontratën e Lacivitës, por edhe lobimi $6 milion. Nga Spaku, pas publikimit të kontratës, qarkulloi lajmi që ka nisë një verifikim, po derisa është niveli i kompetencave, deri ku mund shkohet, edhe si mund bashkëpunohet me amerikanët, por edhe sa rrezikon personi që ka firmosur në Shqipëri, qoftë Noka apo Berisha, nuk e di kë kap ligjin në këtë rast. Sepse o e njihni këtë çështje ose nuk e njeh njeri, domethënë. Atëherë këtë çështje për fatun, domethënë sepse ka diçka shumë të veçantë, është një çështje e veçantë, sepse kemi në këtë rast kemi ta shoqëruar marrëdhënie juridiko-penale me element të huaj. Pra kemi element huaj. Ç'kuptojmë element huaj? Lobimi është bërë në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Në rast se ka vepër penale do ketë Shtetet Bashkuara të Amerikës, dash pashtrim parash, dash vepra të tjera. E gjithë pyetja është lobimi, fotot me zyrtar të lartë amerikan, a janë produkti veprës penale apo jo? Jo, këto nuk janë produkte veprës penale. Sepse në konventën për pastrimin dhe depistimin e produkteve të parave dhe të krimit, me pastrim produktesh kuptohet trafikimi i lëndëve, lekët që vinë nga droga, lekët që vinë nga korrupsioni, lekët që vinë nga trafiku e arme, tjetërsohen pasuritë palujshme, siç bëhet. Pra nuk ka vepër penale pastrim parash. Kjo është sepse e para po të kishte, do ta konstatonte FBI-ja, këto janë të deklaruara në Amerikë. Për mendimin tim personal dhe qëndrimi që është mbajtur dhe është dhe qëndrim juridik, jo se e them unë, po unë bazohem në dispozitë ligjore, ka rregulla se si duhet deklarohen këto lobime që lidhen me zgjedhjet, sepse është para zgjedhjeve, pra, do të ka dyshime, dyshohet që lidhen me zgjedhjet. Mendoj që 60 ditë para marimit zgjedhjeve, pra zgjedhjet ishin me datë 11 i 5, deri 2 muaj, Partia Demokratike ka detyrimin personal që kur plotësohet formulari zgjedhjeve, çfarë shpenzime keni bë, ta deklarojë këtë shpenzim. Pra është bërë kështu dhe të tregoj edhe donatorët. Pra donacioni vetëm një shkelje ligjore që mund diskutohet shumë me donacionin. Por dhe kjo shkelje prapë, sepse ligji lejon deri një shumë caktuar te 1 milion lekë, diçka e tillë, kurse këtu është shumë më e madhe. Kjo shkelje është administrative. Sepse kemi persona që japin para për donacion, për një parti nuk ka asit keqe. Pra shkelja e kësaj shume është shkelje administrative. Dhe sipas ligjit, formulari që plotësohet nga partitë, që është i miratuar nga KQZ-ja, duhet të jetë i saktë. Pra janë bërë këto shpenzime në zgjedhje, janë bërë kjo dhe organet e partive, sepse ka një ekonomist, nuk merret kryetari i partisë për shembull me formularin. Financieri dhe sekretari i përgjithshëm. Financieri kur ta plotësoj këtë formular, duhet të jetë shumë, domethënë duhet të jetë saktë që ti plotësoj dhe sipas rregullave, sepse është një shpenzim para fushatës dhe duhet të deklarohet. Kjo jo vetëm për Partinë Demokratike, por për çdo parti tjetër që bën një lobim ose shpenzime të tjera, shpenzimi i fushatës. Pra në Tiranë është masa gjoba maksimumi, kurse në Shtetet e Bashkuara është çështje tjetër. S'ka vepër. Sa i ka deklaruar, thot merrni Partia Demokratike e Shqipërisë, po e marr të mirëqenat pa hyrë termave, lidhë këto kontratë, e kanë deklaruar dhe kanë filluar punën. Se ti ishte e paligjshme, se ne s'mund bëhemi më katolik se papa. Pra të themi shiko, ka. Po ai është FBI-ja, janë organet ligjzatuese amerikane, të cilët i filtrojnë dhe burimet i 100 herë më mirë se sa ne. Nëse ka vepër në Amerikë. Pra çështje morale më shumë. Morale politike është gjë tjetër. Ana politike ne e sqarojmë ndryshe, kurse për sa i përket ana politike që pse hedh kaq shumë lekë, njerëz të varfër, domethënë është politike, zgjidhin partitë politike, por penale mund të ketë dhe nëse ka është në 190 i kodit penal, falsifikimi i formularëve. Nëse formulari që i drejtohet kjo është i miratuar, në fund mas 60 ditësh nga marrimi i zgjedhjeve palet partitë politike që kanë garuar në zgjedhjet, që kanë marrë fonde nga buxheti i shtetit, se për zgjedhjet edhe partitë dihet si partitë e mëdha dhe vola kanë marrë fonde, duhet t'i deklarojnë me një formular. Të lutem, do të thonë kanë bërë këtë. Me dy fjali thjeshta, ma sqaron dot nga çështja Basha këtë? Nga ndryshon kjo?
çështja Basha paka shumë e njëjtësh. Paka shumë e njëjtë. Pra, te rasti Basha dha një intervistë televizive dhe tha që s'është kjo shumë, ndërkohë që ishte shumë tjetër, pra shuma e deklaruar nga Partia Demokratike ishte më e vogël se ajo që ishte deklaruar në departamentin amerikan. Pra, është një departament i tregtisë, mos gaboj se lidhet sepse kjo veprimtari është e ligjërueshme në Amerikë. Pra, mi para të loboj për s'ka asnjë shkelje. Madje edhe këtu kjo duhet shfuqizu. Merr një person, merr parë dhe flet mirë për ty. Pra si të flasësh një person që trullon imazhin. Ne kemi vepër penale. Kur s'ka atje, ne s'kemi vepër penale, sepse ne një shtat i kodit penal kemi parasysh, kur një person kryen një krim në territor të një shteti tjetër, duhet krimi të jetë njëkohësisht i dënueshëm. Kur atje s'ka vepër, atë si mund të kemi vepër edhe për vepra të tjera. Për shembull, po marrim një rast tjetër. Prostitucioni në Holland nuk dënohet. Pra shkon një shqiptar në Holland, atje dhe kur s'ka vepër, të vjen këtu ta dënojnë sepse është parimi i territorit. Ligji penal i Republikës Shqipërisë ka fuqi juridike brenda një territori të caktuar. Dhe ne kemi territorin ton që ka fuqi kodi penal. Neve s'mund dënoj, për shembull, teorikisht, vrau një kinez tjetër në kin, dhe themi që vrasin, sepse s'kemi, është ne një pjesë i territorit. Pra, fuqia e ligjit penal, kohë dhe hapësirë është e kufizuar. Pra, kur se dënon ajo, ne s'kemi çfarë bëjmë. Pra, janë disa vepra që marrin përgjegjësi, por janë dhe vepra konvencionale. Për shembull, në fushën e teknologjisë dhe informacionit. Për shembull, fushën e teknologjisë me internetin mund të cënosh Shqipërinë pavarësisht se je në Amerikë. Janë disa vepra që marrin përgjegjësi dhe vendi territorit të Shqipërisë. Kurse rastin konkret, ne kemi vepër në Amerikë. Personi ka deklaruar, ka marrë këtë shumë për lobim për këtë. Dhe autoritetet shqiptare duhet ta rregullojnë me dispozitë veçantë. Pagu çka bën asgjë këtu, domethënë. Pagu do presi 60 ditëshin, nëse ky do marri tani do presi 60 ditëshin. Do shifet formulari i partisë. Është deklaruar ky shpenzim apo jo? Dhe më pas do merret letër porosia në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe do shifet deklarimi i bërë para KQZ-s është i njëjtë me kontratën që është depozituar në Departamentin e Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por duhet respektuar procedura, merret me letër porosi. Pra ne i drejtohemi nëpërmjet Ministrisë së Drejtësisë organeve kompetente amerikane. Pra duhet kemi parasysh është parimi i territorit, vepra duhet jetë njëkohësisht e dënueshme. Sepse është abuzuar me këtë, jo para ruse, jo para kineze, tash neve si jemi më të saktë se FBI-a. Pra, domethënë kemi hecur çik, po si jemi aq sata. Ata i kanë verifikuar dhe e dinë vetë, derisa s'ka çështje, madje nisja e çështjes atje në mënyrë të paligjshme për këtë, është dënuar dhe Charles McGonigal. Ju të keni parasysh, dënimi i McGonigalit ishte për fillimin e paligjshëm